E premte dashi, dita të jep impuls për të nisur diçka të re në punë, shmang debatet e gjata dhe mbyll fillimisht detyrën që ka më shumë rëndësi. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Demi kërkon stabilitet dhe siguri, prandaj sot familja duhet parë me qetësi, jo sqarimi thjesht, mang keq kuptime dhe sjell më shumë qetësi në shtëpi. Mos e nivelsoni një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Minjakët, sot komunikimi është shelsi, por duhet kujdes me tonin në miqësi. Mos u përfshi në thashë theme, ruaj neutralitetin dhe të dalësh me i qetë. Rëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Kaforja, një njeri i afër mund të ndikojë te mënyra se si e sheh komunikimin. Në komunikim zgjidh fjalët me kujdes sepse mënyra se si do të peshoj shumë. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Luani, mos kërko vetëm duartërkitje. Në njohje të reja vlen më shumë sinqeriteti. Hapu ndaj bisedave sepse një njohje e rastësishme mund të sjellë frymëzim. Një detaj i vogël do të bëjë diferencën më vonë. Yxhëresha, dita favorizon organizimin dhe përmirësimin gradual të bashkëpunimit. Një marrëveshje e vogël mund të hapë rrugë për një rezultat të madh. Ruaj energjinë për gjëra që kanë vërtet peshë. Peshorja, balanca është fjala kryesore dhe të ndihmon të shmangësh tensionin në punë. Në punë shmang debatet e gjata dhe mbyll fillimisht detyrën që ka më shumë rëndësi. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël të vjen gjatë ditës. Akrepi, sot mos e tepro me kontrollin sepse familja kërkon më shumë besim. Një sqarim i thjeshtë shmang keq kuptime dhe sjell më shumë qartësi në shtëpi. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Shigjetari, një bisedë e hapur mund të sjellë frymëzim për miqësi. Mos u përfshi në thashë theme. Ruaj neutralitetin dhe të dalësh më i qetë. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Prisjapi, mos mbaj gjithçka mbi cupe. Në komunikim mund të kërkosh mbështetje. Në komunikim zgjidh fjalët me kujdes sepse mënyra se si shpreh do të peshojë shumë. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Ujori, dita të nxit të eksperimentosh dhe të gjesh një zgjidhje origjinale për njohje të reja. Hapu ndaj bisedave sepse një njohje e rastësishme mund të sjellë frymëzim. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë peshë. Peshqit, intuita të udhëheq bukur dhe të ndihmon të ndjesh drejtimin në bashkëpunim. Një marrëveshje e vogël mund të hapë një rrugë për rezultat më të madh. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.